Thuesi Erinda Ballancës në postin e avokatit të popullit, ai mori 85 vota nga deputetët e Partisë Socialiste dhe aleatët social-demokrat, duke shënuar një shembull disipline brenda grupit parlamentar të mazhorancës. Opozita nuk mori pjesë në votim, duke konfirmuar mosdakordsinë e saj për këtë proces. Në një reagim në rrjetet sociale pas votimit, Çhabani shprehu befasinë për zhvillimet e votimit dhe për sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët fillimisht e kishin inkurajuar dhe kishin dhënë firmat e tyre për kandidaturë, por më pas nuk morën pjesë në votim. Dua t'i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësinë të kandidoj. I siguroj se nuk do të jap arsye për të menduar ndonjëherë se bën gabim që më mbështetën në fillim apo se bëjnë gjën e duhur që nuk më votua në fund. Ai falenderoi po ashtu deputetët e mazhorancës, duke vlerësuar votën e tyre si një akt pjekurie politike për të zgjidhur ngërçin institucional të avokatit të popullit. Çhabani premtoi se do të angazhohet maksimalisht për të kryer detyrën e tij dhe për të ruajtur respektin e të gjithë qytetarëve gjatë ushtrimit të funksionit kushtetues.